Skandal. Doktori mrekullive Sinan Manjani, doktori që i futi duart pacientes dhe donte ta shëronte. Skandal në Tiranë. Mjeku i qendrës shëndetësore numër 10 akuzohet për ngacmim seksual ndaj pacientes. Në lagjen 10 Koriku Tiranë ka shpërthyer një rast me përmasa skandali pas një denoncimi në një emision investigativ ku përmendet emri i mjekut familjes Sinan Manjani si protagonist i sjelljes së papranueshme profesionale. Një paciente shkon për konsult pranë një farmacie afër qendrës për shkak të shqetësimeve shëndetësore. Mjeku e merr në vizitë me matje tensioni, pastaj e fton në qendrën shëndetësore për kontroll më të specializuar. Gjatë vizitave të mëpasshme, doktori thuhet se ka kaluar kufit profesional, i ka bërë komente seksuale, i ka bërë ftesa për marrëdhënie në zyrë dhe ka tentuar kontakt fizik të papërshtatshëm, madje ka përdorur edhe një gjuhë vulgare në bisedë. Në bisedën e regjistruar, doktori përmend edhe se me praktikantet bëm treshe dhe i shpreh pacientes dëshirën kam qejf të shkoj me ty. Rasti ka shtyrë autoritetet për të hapur hetim, ndërsa institucioni i përkatës pritet të marrë masa disiplinore. Denoncimi ka shkaktuar edhe reagim publik dhe ka ngritur shqetësime serioze për sigurinë dhe etikën e pacientëve brenda institucioneve publike shëndetësore, ku pritet që institucionet kompetente të sqarojnë a janë ndjekur protokollet për kontrollin e mjekëve, cila është përgjegjësia e qendrës dhe cilat masa janë marrë për të mbrojtur pacientët.